Nuk e di për ju, po për mua vetëm e diela që nuk konsiderohet ditë pushimi. Diela për mua është dita e stresit, dita e punëve, dita ku duhet që të mendosh 800 gjëra në sekond. Bëra këtë se duhet ta kisha bërë që dje, po duhet ta bëj sot se përderisa se bëra dje, nesër s'kam kohë se do shkoj në punë. Duhet bëj gati rrobat për nesër, çfarë do vesh nesër, po pas nesër, po si do jetë koha. Po ta kisha fshirë edhe këtë sobën çik se sapo gatova. Po ato koshat e plerave i hoqa unë se do ngelen aty gjithë javën pastaj po si hoqa sot. Domethënë ky është truri im dhe kështu funksionon truri im çdo të diel. Që presupozohet që diela të jetë dita që ti do relaksohesh sepse do fillosh sërish një javë me punë dhe një javë me angazhime dhe duhet të jesh sa më i qetë të jetë mundur. Bësh disa maska që të duket fytyra më e shëndritshme. Të çosh një ca sallator këtu që të ulin ëndje nga gjumi ose nga pagjumësia, më shumë nga pagjumësia. Kështu domethënë tani duhet që ti të mbaroj ato 800 punët edhe sikur deri në darkë nuk i mbaroj dot. Më duhet që të pres të dielën tjetër që të mbaroj këto që kam lënë sot dhe pastaj ato që kam për të bërë të dielën tjetër, ti lë për të dielën tjetër. Isha mirë kur isha e vogël me bënte mami me babin, edhe atëherë kisha halla, unë imagjino. Ç'a hallës kam pasur atëherë? Me zibrisja të rritesha unë, ja, u rrite. Ja, mbaj aty.